Ky njeri luajti një rol të pazëvendësueshëm për pavarësinë e Kosovës. Nicholas Burns ishte zyrtari kryesor i Amerikës që u mor me negociatat kur vendosej për fatin e atëherë vendit të administruar nga OKB-ja. Atë angazhim si ish zëvendës sekretari i jashtëm, ai e konsideron sukses të madh për vendin e tij, por edhe për karrierën e tij personale. Jam shumë i kënaqur që luajta një rol për SBA në mbështetjet e pavarësisë së Kosovës. E si u mor vendimi që Amerika të këmbëngul në pavarësinë e Kosovës. Kur e pam se nuk mund të ketë zgjidhje me negociatat të cilat kënaqin të dy palët, ne them se zgjidhja e vetme logjike për Kosovën është pavarësia. Në fakt, arsyeja pse Amerika hyri thellë në çështjen e Kosovës ishin këto pamje që më herët vinin nga Bosnia. Washingtoni vendosi që ato të mos përsëriten më. Mendoj se ishin mësimet e viteve të 90-ta. Ne nuk donim që edhe në Kosovë të ndodhin krime sikurse në Bosnjë. Burns mendon se Kosova ka qenë dashur të bëhet e pavarur shumë kohë më parë. Ai është i bindur se edhe njohjet duhet të jenë më të shumta. Por pse tash janë vetëm 7 vjet? Për shkak të fushatës që nisi Serbia ta deskreditoi pavarësinë. Rusia mbështeti në këtë. Ndarja nuk është opcion për cilën duhet flitet kur është në pyetje veriu i Kosovës. Kjo është ide e tmerrshme. Ajo do të na kthen 20 vjet prapa. Burns thotë se për këtë pjesë nuk duhet as diçka më tepër se plani i Ahtisarit, pasi ai është një dokument shumë i mençur që u bën vend edhe serbëve në një Kosovë multietnike. Por atje, sipas tij, duhet diçka tjetër. Është më rëndësi që serbët të ndjejnë Kosovën shtet të ri dhe të ndihen të lirë nga çdo lloj kërcënimi. E zgjidhja më e mirë për serbët e veriut, Kosovën dhe Serbinë, sipas aktualisht profesorit të diplomacisë në Universitetin e Harvardit, është kur kjo e fundit ta njohë shtetin më të ri, Beogradit, nuk e mbetet asnjë zgjidhje tjetër. Pas GND, Serbia do të kuptojë se nuk ka asnjë mundësi tjetër kundërshtimi. Ai tha se varet nga vetë leadershipi dhe populli kosovar nëse mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës duhet i vijë fundi.